E njini personalisht zotin Berisha? Jo të gjithë personalisht, të gjithë i njoh sepse unë kam qenë përpara se të largohesh për Francë, po mora një post në ambasadë, fillim viteve 90, kam qenë militant, zyrtar i Partisë Demokratike, kam qenë zëdhënës i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Dhe kam njohur Berishën në bides kam në një film që është filmuar atëherë në Fenjishë me televizionin francez, tek seria e PD-s, ku ishin zyrën time, Berishën zyrën e vet. Unë fakt, këto unë i di, po unë në fakt pyetjen duhet ta riformuloj. A i njini, do të thënë, a keni kontakte aktualisht për këtë situatë e kam fjalën? Jo, nuk komunikoj fare. Nuk komunikoj? Jo, e kam fjalën që zakonisht ju jeni shprehur pro Partisë Demokratike, pro zotit Berisha, dhe a keni marrë ndonjëherë në një falënderim, rinjoje, vlerësim, nuk e di, të këtij lloji që ju e keni mbështetur atë? Kujdes, sepse nuk është jam shprehur pro PD-s ose Berishës. Edhe një herë, jam shprehur kundra amerikanëve. Da, do vjen ajo, se ajo është teza. Kjo është interesante. Teza XXL. Për mua, si më thua, është Berisha ose PD-ja në mënyrë kolaterale kanë përfituar nga ndërhyrjet e mia. Po ta them me sinqeritet plot, nesër PD-ja është në pushtet, do ta mpresh shpatën më të gjatë se çka kam sot në kësaj majorancë. Kanë bërë të taluar kur që në pushtet, kështu që nuk pres, nuk e besoj. Vërtet se ku të pyetjen. Jo, nasim unë bëj punën time. Kam shumë shpesh ku janë gjëra që më shokojnë, mund të shkruaj eksponentëve të PD-s, me ata që kam një farë, domethënë komunikimi. Me kam shumë komunikom. Për shembull, po mund të ka qenë shumë vota diasporës, kam komunikuar shumë me Byli Bashën, me përvojimin time që kam. Nuk hezitoj për shembull të çoj mesazhe dhe Gazmend Bardhit, që e shoh me kuribruar. Përsa i përket figurave politike, këto dyja. Pastaj me gazetar, me koleg. Po me zoti Rama, me kryeministin Rama, keni? Nuk kam më. Dhe kemi qenë miq kuptimin e vërtet fjalës, sepse në listë në Paris. Po, nga miq, pse u bët? Debati vjetër, nuk e di është publik apo jo, por i thuash, unë jem që shpesh jam pak si thuash maniak i gjërave ideore, ku nuk kam interesin tim personal, ku jam maniak për gjëra që nuk shkojnë kështu. Këtë gjë që bëri që parë, gjithë për shkakun që fitoi PS-ja me shumë vota dhe një kam i maniak i shpresë, kush vjedh një vezë, vjedh një lop, kështu që nuk e lejoj. Dhe ke Rama, si thuash, ai kam njohur shumë gjatë në Paris. Për mua Rama që një novic, nuk e di në shqip si themi fillestar, i politikës. Pra, për të besoj, sepse kur hyn në politikë Rama nuk e besoj kur. Rama domethënë që ai sa një jetë në Paris, fliset për gjithçka, për shumë gjëra, bëri shumë humor, por që e urrente politikën dhe shpesh më tallte që më shikonte kaq një penjuar pikërisht i lidhur me vendin e asaj politike. Të tallte Rama aty? Po. Më tallte sepse isha shumë i angazhuar me Shqipërinë, shumë i lidhur, shumë skanci. Pra kur hyra në politikë, mendoja se më në fund ishte një eksperiment, si kërkon bësh një eksperiment, më në fund një person kaq i shkëputur nga politika, kaq refraktar ndaj politikës, me siguri që ky do bëj namin në familja në kuptimin mirë fjalës. Dhe vitet e para dhe më bëshetoj. Merri pastaj zhgënjimi kur një miku im që një shumë mirë, shumë i formuar, arkeolog, i tonë në Francë, mik, shok. Kush? Marin Haxhimiali. Në mos gaboj djali i Nipi Alex Budës? Eksakt. Dhe me një kuranjo intelektuale të jashtëzakonshme. La jetën e favorshme që kishte në Francë, në Paris, në një pjatancë. Dhe vendos i kushtohet pasionit tij të dyfisht Shqipërisë dhe arkeologjisë, e kam marruar për arkeologji në Francë, dhe vendos të marrë drejtimin e asaj kohe të Apollonisë. Për mua është qendra më e madhe arkeologjike e Shqipërisë, më e madhe se Butrindi, me shërbëret e jashtëzakonshme. Edhe pse është zbuluar vetëm 5%.
Eksakt, kjo pikërisht e bën shumë interesante. Ashtu do i më mirë sepse do vjen gjëra. Bile më fal që ndërpres, një gazetar anglez, nuk e di edhe mund ta kesh lexuar, kur i thani bëj një reportazh në Shqipëri pse është rritur turizmi, ai e nisi kështu reportazhin nga Apollonia. Oktaviani ishte duke studiuar këtu, kur i thanë hajde se të zhvrar Dajo Cezarin në Paris, dhe nga ai moment ai qëndroi 50 vjet perandori i Romës. Eksakt, po plus i kam dhe diçka, do një tjetër anekdotë që më bën shumë emocionuese të lidhje të brendshme me Apollonin, fal një personazh francez, Léon Rey. Léon Rey është ai që gërmoi në Apollonin. Edhe ka një detaj shumë vogël. Léon Rey filloi të gërmonte, kur flisi për samitet, për që bën Rama, më kujtohet Léon Rey ishte i pari që solli kroçerat që vinin në Shqipëri, pikërisht që vinin të shkojnë në Apollonin, Léon Rey. Wow. Vinin kroçerat në Vlorë. Do të thonë, Léon Rey ka sjell kroçerat për të parë Apollonin. Eksakt. Një Shqipëri asaj kohe ishte vend muzulman, vend komplet i panjohur dhe fal Léon Rey, shumë bukur. Në vitet 20. Eksakt, pak më vonë. Po 20-30 sa erdhi disa herë. Eksakt. Po të instaluar. Edhe kur gërmimet fillon nxjerrin këto vepra, gjëra të jashtëzakonshme, bile tregon se si me diçka të tillë që asollën disa fshatar, një lloj amfore, në një gjendje shumë të mirë, shumë me polikrom me ngjyrë, edhe që vjen në Paris në Institutin në Akademinë Franceze, që kërkon një zgjatje të mandatit dhe një zgjatje të përpjekjes financiare të Parisit që të mbash misionin e tij, i tregon pikërisht këtë anfor që i dhanë ata fshatarët shqiptarë dhe që mahnitën francezë. Po, duhet vi tani e thën takim mbreti Zog, Léon Rey, dhe i thotë që këto që e përgozon për punën e tij, dhe i thotë që këto që po jeni, unë propozoj që t'i krijojmë një muze të veçantë, të posaçëm, dhe sigurisht ky muze s'mund të krijohet në Apolloni, pse nuk është ta krijojmë në Vlorë. Dhe Léon Rey thotë në kujtimet e tija që më bëri një pickim në zemër, nuk e ndjeja, por ishte mbreti, ishte ai që vendoste, e dija që do isha ters, e dija që do ndodhte diçka e keqe, dhe vendos në Vlorë, dhe në Vlorë muzeu shkatruar, bombarduar, diçka tillë. Po, dihet. Dhe ju mërzit me Ramën pse i iku Axhimi Ali? Edhe Axhimi Alin që jutëm që la Parisin, u kthyen në Tiranë dhe e bënte vajtje ardhja, sa kohë ishte akoma kjo autostradë e sotja. Vajtje ardhje e bënte Tiranë, Fier, Apolloni çdo ditë, me një kurajë të jashtëzakonshme që vërtet dhe më jep edhe mua një farë, si thuash, një farë kompleksi, nëse kujtohet ku Clintonit i thonë që s'mund të bësh president se i bëre bisht luftës në Vietnam, edhe unë them vetëm, do ti gjen zburimi, s'mund të bësh kaq në hyrës në shqiptare, ku vetë nuk shkon në Shqipëri, jo thje Marini që më duket si ata që shkonin bërën luftë, shkonin në Shqipëri. Edhe kur marr vesh lajm që hiqet Axhimi Ali nga puna, drejtor, që të zëvendësohesh me një militant plak të PS-s. Sa qëndroi ai drejtor? 4-5 vjet, nuk 4 vjet. Po nima 4-5 vjet tani mbaron tani ajo? Ja. Luciano, e ke Luciano Bedenin, sa kohë e ke Bedenin që e ke në Marup, që është i jashtëzakonshëm Luciano. E ke në një perl. Tani, që vlerat e Marina Xhimialit nuk vjen diskutim, okej. Dhe ai është një lloj Léon Rey shqiptar. Besoj je dakord me këtë. Ja, po e them unë për të parë. Léon Rey shqiptar. Por një ka qenë Nitan Cekash. Më ruaj më tepër për Nitan Cekën dhe për babain e Nitan Cekës, po që jo. Mirë, ai Hasan Ceka kishte një dimension, po themi më të madh, sepse i kishte edhe Apollonin, edhe Butrindin, edhe të tjera madje. Por tani 5 vjet drejtor o Genci, pse u hoq drejtori tani? Mbas e gabojmë, po në institucionet kulturore nuk është norma. Është norma, sepse ka një vazhdimsi dhe njerëzit keni ke Marubi, keni edhe në Louvre në Paris, drejtori është për një kohë gjatë. Po mënyra si u hoq. Dhe asaj kohe mora penën time dhe bëra një shkrim, domethënë turp që hiqnin para nipin e Alex Budës për ta dhe Rama zbëri asgjë tek nisësi e kulturës, tek zonja Kumbaro, arsye parë, arsye dytë po ashtu ka qenë edhe rasti një diplomate e tonën në Gjenevë, tek misionin të Kombeve të Bashkuara,